Doaja e një plake. I dërguari alayhi salam ka thënë: mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Ishte njëherë një njeri me sëmundje të zemrës, i cili nuk mund të gjente shërim, përkundër faktit se kishte vizituar mjekët më të mirë brenda dhe jashtë vendit. Gjendja e tij vazhdoi të përkeqësohej. Mjekët i sugjeruan që ai të bënte një operim urgjent. Mirë po, ata nuk ishin të sigurt nëse operacioni do të ishte i suksesshëm apo jo. Kur e dëgjoi këtë, ai pyeti mjekët nëse mund të kthehej në vendlindje dhe të shihte familjen dhe miqt, për shkak se nuk ishte i sigurt nëse operacioni do të ishte i suksesshëm. Mjekët e respektuan mendimin e tij dhe dëshirën e tij, dhe i dhan leje të shkonte me kusht që të kthehej për operacion sa më parë që ishte e mundur. Kështu, ai shkoi në shtëpi dhe kaloi ca kohë me familjen dhe miqt. I rregulloi disa çështje dhe u përgatit për udhëtimin për në spital. Para se të nisej, ai shkoi në një treg të afërt me një shok, dhe derisa kalonin pranë një mishtoreje, ai e pa një plak e cila po mblidhte mish dhe eshtra të hedhura. U trondit kur e pa sa e varfër ishte e plaka. E thërriti dhe e pyeti me respekt: "Oj nën, çfarë po bën?" Përderisa ajo ja ktheu: "Jam një grua e varfër dhe jetoj me 3 vajzat e mia në varfëri të skajshme. Shpesh mbesim pa ushqim me ditë të tëra. Kam harruar kur kemi ngrënë mish." Kur e dëgjoi ngjarjen e saj, ai i tha: "Eja me mua." E dërgoi tek dyqani dhe i tha kasapit: "Jepi kësaj gruaje atë që i nevojitet." Gruaja kërkoi 1 kilogram mish nga se ishte e mjaftueshme për të, ndërsa ai i tha kasapit: "Ti jepte 2 kilogram dhe çdo javë do t'i jepte nga 2 kilogram të tjerë." Pagoi avans për mishin për 1 vit. Plaka i ngriti duart dhe u lut për të me të gjitha lutjet që i u kujtuan. Lutjet e saj dilnin nga thellësia e zemrës së saj. Ajo ende po lutej kur njeriu bamirës filloi të ndjente një ndryshim brenda vetes. Ndjeu sikur zemra e tij po i përmirësohej dhe po i shërohej. Kur u kthye në shtëpi, e takoi bien e tij. Me të parë baban, ajo tha: "Masha Allah, po dukesh mjaft i freskët dhe i shëndetshëm." Më pas i tregoi bijes së tij se çfarë kishte ndodhur atë ditë. Ajo ishte shumë e lumtur dhe u lut për baban e saj: "O Allahu im, i plot fuqishëm, jepi babait tim shëndet, çliroje atë nga sëmundja, ashtu siç e çliroi ai atë plak nga nevojat e saj." Më pas i sëmuri, paketoi çantat dhe u kthye në spital për shërim jashtë vendit. Gjatë ekzaminimit mjekësor, para operacionit, mjekët ishin plotësisht të habitur kur analizat dhe kontrolli i doli pozitiv. Zemra e tij tani po funksiononte në mënyrë normale. Dukej të ishte mrekulli. Mjekët kishin pyetje të panumërta në majtë të gjuhës së tyre. Si ndodhi kjo? Si ka mundësi që një person në një gjendje të rëndë të shërohet? Në përgjigje ndaj të gjitha këtyre pyetjeve, ai i ngriti duart ka qielli. Lotët po i rrjedhnin faqeve dhe fjalët që i dolen ishin: "Mua më shëroi Zoti i plot fuqishëm."
Allahu i madhëruar ka forcën absolute dhe mund të bëjë çfarë të dëshirojë. Ky person ishte afër vdekjes. Ishte i kthyer në familje, ti thoshte lamtumir familjarëve dhe miqve dhe rastësisht kishte parë një plagë të mirë. Kur zemra e tij u zbut ndaj plagës së varfër, kjo tërhoqi mëshirën e të gjithë mëshirshmit dhe bujarit. Allahu e mëshiroi dhe i largoi sëmundjen. I dërguari alayhi salam me të drejtë ka thënë: mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Allahu i lartësuar thot: vërtet, mëshira e Allahut është afër punëmirëve. Kur'an. I dërguari alayhi salam ka thënë: kush dëshiron t'i pranohen lutjet dhe t'i largohen vështirësitë, le t'i ndihmoj ata që janë në vështirësi. Njeriu lutjet e të cilit padyshim pranohen. Një natë, Imam Ahmed ibn Hanbeli dëgjoi dikë duke trokitur në derë. Kur imami pyeti se kush ishte, përgjigjja erdhi: unë jam një djalë i ri. Imami dha leje të hynte. I riu më pas tha: nëna ime është paralizuar dhe nuk po i bën dobi asnjë kur mjekësore. Ajo më drejtoi tek ju që ti lutesh Allahut për shërimin e saj. Imami ja ktheu: kush të tha se jam person që i pranohen lutjet? Kthehu tek nëna juaj dhe ajo të lutet për ne, e jo ne për të. I zgënjur thellë, i riu filloi të çante me ngashërim. Derisa po dilte, nëna e Imam Ahmed ibn Hanbelit e pa dhe pyeti: përse po qanë? Ndërsa ai ja ktheu: i kërkova imamit të lutej për nënën time, por ai nuk u lut për të, refuzoi. Nëna e imamit i tha: shko tek nëna jote i qetë, sepse dëgjova Ahmed ibn Hanbelin duke u lutur për nënën tënde. Kur e dëgjoi këtë, i riu u kthye në shtëpi dhe menjëherë vuri re përmirësime në shëndetin e nënës. Duke i u falendëruar ndikimit shpirtëror, bereqetit të Imam Ahmed ibn Hanbelit, Allahu e shëroi atë. Çfarë të mbjellësh, do të korrësh. Umu Ammar ishte një grua shumë shpirtlig. Kur robi i saj Habab ibn Arrati radiallahu anhu e përqafoi islamin, ajo e persekutoi në mënyra të ndryshme. Njëherë ajo e pa të dërguarin alayhi salam duke u falur me Hababin, derisa po kalonte pranë farkatarisë së tij. Ajo u egërsua dhe shkoi tek farkataria, e mori një hekur të nxehtë nga furra dhe ja vendosi në kokë. Hababi u alivanos nga dhimbja e madhe. Ajo e përsëriti këtë disa herë. Kur dhimbja u bë tërësisht e padurueshme, Hababi e mallkoi Ummu Ammarin dhe u lut kundër saj. Kur i dërguari alayhi salam u lejua të emigronte për në Medinë, Hababi ishte njëri prej shokëve i cili i mblodhi plaçkat në përgatitje për udhëtim. Pastaj, Allahu i lartësuar i tregoi se si do të ndëshkohej Ummu Ammari. Ajo filloi të kishte dhimbje të tmerrshme të kokës, që asnjëherë nuk i kishte ndjerë më parë. U lërinte si një qen i tërbuar. Fëmijët e saj kërkonin shërim gjithandej, por pa rezultat. Pastaj,
Dikush u tha se ndoshta dhimbja e kokës mund t'i pushonte nëse mjekohej me djegje. Mjekimi u bë me një hekur të nxehtë, i cili i shkaktonte një dhimbje që e bënte të harronte dhimbjen e kokës. Lutja e të dërguarit alayhi salam për Omer ibn Khattabin radiallahu anhu. I dërguari alayhi salam u lut për shokun e tij në çaste kritike për thirrjen islame. O Allah, mbështete islamin nëpërmjet Omer ibn Khattabit ose Amr ibn Hishamit, me atë që është më i dashur tek ti. Allahu i lartësuar e përmbushi dëshiren e tij dhe e udhëzoi Omer ibn Khattabin. I dërguari alayhi salam i dha titullin El Faruk, dallues i të vërtetës prej të kotës. Imam ibn Ishaku shënoi thënien vijuese të Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu në biografinë e tij për të dërguarin alayhi salam. Kthimi i Omerit në Islam ishte simbol i fitores. Emigrimi, mbështetja dhe sundimi i tij kanë qenë një bekim hynor. Para hyrjes së tij në Islam, muslimanët nuk mund të faleshin në Qabe. Pastaj, kur ai e përqafoi Islamin, muslimanët disi i adolën të mbizotronin ndaj kurejshitëve, hynë në Qabe dhe u falen aty. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu tha se ata kishin mundësi të faleshin në xhamin e shenjtë, vetëm pasi Omeri e pranoi Islamin. Shumica e çlirimeve islame u bën gjatë khalifatit të tij, kur shërbeu si prijes i besimtarëve. Persia, Palestina, Siria dhe Egjipti u çliruan gjatë sundimit të tij. Khilafeti Islam sundoi në një territor më të madh se territorit e perandorisë romake dhe persiane. Engjulli i vdekjes vjen. Ky rast është shumë i vërtet dhe ka ndodhur në një shtet arab rreth 12 vite më parë. Për të kanë shkruar gazetat dhe ai ishte bërë bisedë e qytetit. Ka disa njerëz të cilët mburren dhe thonë fjalë të gabuara për shkak të mendje madhësisë, mendje lehtësisë, së moshës rinore ose për shkak se u duket vetja dikushi. Ata nuk e dinë se lutjet mund të pranohen derisa flasim. Një vajzë e re po este nëpër një market në mënyrë provokuese. E ekspozonte trupin dhe bukurinë e saj fizike. Ajo ishte mendje madhe dhe e vetkënaqur, sikur bota të ishte krijuar vetëm për të. Një djalë i devotshëm dhe i mirë kaloi pranë saj dhe i tha: "Motër, mos e ekspozo veten në këtë mënyrë. Nëse të vjen engjulli i vdekjes në këtë gjendje, çfarë do t'i thoni Zotit kur t'ju marrë në llogari?" Vajza u përgjigj: "Nëse guxon, nxirre telefonin dhe thirrë Zotin tënd dhe thuaj të më dërgoj engjëllin e vdekjes." I riu tregon: "Ajo tha një gjë të tmerrshme, sa që u frikësova se marketi do të përmbysej mbi ne. I frikësuar, u largova prej saj me nxitim. Kur arrita në dalje të marketit, dëgjova britma dhe piskama mbrapa meje. Kur u ktheva vura re se njerëzit po mblidheshin në vendin ku e kisha takuar vajzën. U trondita kur e gjeta vajzën të shtrirë të vdekur. Ishte vendi ku ajo më sfidoi dhe më tha të thërrisja engjëllin e vdekjes.
Po sa e kishte thënë atë, unë isha larguar, kurse ajo kishte rënë aty për mbys dhe kishte vdekur. Një vepër e mirë sa pesha e atomit. Gjatë një fluturimi të gjatë, një numër i të rinjeve ishin ulur për rreth meje. Qeshnin, pinin duhan dhe përgojonin njerëz. Aeroplani ishte përplot i mbushur. Nuk kisha mundësi ta ndërroja ulësën. Për t'i lehtësuar gjërat, u përpoqja të flija. Por përkundër përpjekjes së madhe, nuk arrita dot. E nxorra Kur'anin dhe fillova të lexoja me një zë të ulët. Pas një kohe, të rinjt u qetësuan. Njëri filloi të lexonte revista, tjetrin e zuri gjumi, derisa po lexonte. Një i ri i cili ishte ulur pranë meje, paprit mas më tha: "Të lutem ndalu, nuk mund të dëgjoj më." Mendova se atë e shqetësonte zëri im. Kështu i kërkova falje dhe vazhdova të lexoja Kur'anin në heshtje. Mirë po, ai ende dukej i shqetësuar dhe i padurueshëm. Ai përsëri mu drejtua dhe më tha: "Të lutem ndalu, nuk mund ta duroj atë më." Ai pastaj u ngrit nga karrigja dhe u largua. Më pas u kthye pas një kohe dhe më kërkoi falje me një ton keqadashës para se të ulej. Ai mbeti i qetë për një kohë. Nuk mund ta dija se çfarë kishte në mendjen e tij. Heshtja misterioze u kthye pas një kohe. Ai më shikoi, ndërsa syt i ishin mbushur me lot. Më tha: "Ka 3 vite që nuk e kam vendosur kokën në sejdë. Nuk kam lexuar asnjë ajet nga Kur'ani për këto vite. Kam qenë në udhëtime për 1 muaj dhe nuk kam bërë dallim midis të lejuarës dhe të ndaluarës. Kur fillova të lexoje Kur'an, bota mu bë e parëndësishme në sytë e mi. Unë ndjeva i ngulfatur, dukej sikur çdo ajet po më sfidonte mua. Mendova, sa kohë do të vazhdoj kjo shkujdesje dhe neglizhencë? Sa kohë do të vazhdoj në rrugët e këqija? Pastaj shkova në banjo. A e dini pse? Më vinte të qaja me ngashërim. Dëshiroja të nxirrja zemrën jashtë nga të qaret, larg shikimit të njerëzve. I tregova për teubën, pendimin dhe për kthimin tek Allahu. Pas këshillave të mia, ai mbeti i humbur në mendimet e tij. Kur aeroplani ateroi dhe ne zbritëm, ai më bëri me shenjë për të ndaluar. Ai dëshironte të më pyeste diçka privatisht. U tha lam të mirë shokëve dhe mu afrua mua. Ngjyra e lëkurës i kishte ndryshuar mjaft. A mendon se Allahu do të pranoj pendimin tim? I thash nëse pendohej sinqerisht dhe zotohej për një jetë larg gjunaheve, Allahu i plot fuqishëm do të pranoj pendimin e tij dhe do të falë gjunahet e tij. Iri u tha: "Por unë kam bërë gjunahe të mëdha." I thash: "A nuk i ke dëgjuar ajetin kuranor? Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbisni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është shumë falës dhe mëshirues." Kur'an. Fytyrën ja përshkroi një buzëqeshje, ndërsa syt i ishin mbushur me lot. Ai më përshëndeti ngrohtësisht dhe u largua. Allahu është më i madhi dhe është larg çdo tëmeti. Ai është më i përsosuri. Njeriu mund të bie në vepra më të ulta të mosbindjes, mirë po. Nëse ka diçka të mirë tek ai, sa pesha e një atomi, ajo mund t'ja transformoj jetën. Një farë e dobët bëhet pemë e madhe
me kalimin e kohës. Në të njëjtën mënyrë, fati i njeriut mund të ndryshojë. Allahu ka thënë: atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, i azgjeron zemrën për të pranuar Islamin. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ia bën shumë të ngushtë, si të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kur'an. Dëshiroj të pendohem. Imam Ahmed ibn Hanbali kishte një fëmijë i cili çonte një jetë me gjunahe dhe mosbindje dhe kalonte jetën në aktivitet të shfrenuar. Një ditë, ai shkoi tek imami dhe e përshëndeti. Imam Ahmed ibn Hanbali ja ktheu përshëndetjen me gjysmë zemre dhe nuk i kushtoi vëmendje të veçantë. Fëqiu i tha imamit: e di arsyen që nuk po ta tërheq vëmendjen. Megjithatë, jetën time ma ka ndryshuar një ëndër. Tani dua të pendohem nga jeta ime mëkatare dhe keqbërëse. Kur Imam Ahmedi e pyeti çfarë kishte parë në ëndër, ai i tha: në ëndër e pash të dërguarin alayhi salam të ulur në një vend të lartë. Shumë njerëz ishin ulur pranë tij, duke përfshirë edhe veten. Një pas një, u ngritën, i u afruan të dërguarit alayhi salam dhe i kërkuan të lutej për ta. Kur të gjithë vepruan kështu, edhe unë dëshiroja t'i kërkoja të lutej për mua. Mirë po, më erdhi turp për shkak të gjunahave të mia dhe të jetës së shthurur. Pastaj i dërguari alayhi salam mu drejtua: përse nuk kërkon që unë të lutem për ty? I thash: o i dërguari i Allahut, ndihem i turpëruar për shkak të gjunaheve të mia. I dërguari alayhi salam më tha: më kërko të lutem për ty, edhe nëse ndihesh i turpëruar nga vetja, do të lutem për ty, sepse ti nuk flet keq për asnjërin prej shokëve të mi. Unë grita dhe ai u lut edhe për mua. Pastaj më doli gjumi. Allahu i madhëruar futi një ndjenjë të urrëties brenda meje për jetën time të kaluar. Tani do të më gjesh një person tjetër. Imami i thirri nxënësit e tij dhe u tha: dëgjojeni tregimin e këtij njeriu, mbajeni në mend dhe tregojuni të tjerëve, sepse sigurisht do t'u bëj dobi. Vdekja nuk vjen para kohës së saj. Kur gjendja e pacientit po përkeqësohej me shpejtësi dhe mjekët pothuajse i kishin humbur shpresat për shërimin e tij, ai trokiti në derën e atij, i cili nuk e kthen mbrapsht lutjen e askujt. Në trup kishte të ngjitura gypat prej të cilëve e merrte infuzionin dhe me një gjendje të dëshpëruar dhe të pashpresë, ai i u lut Allahut të plot fuqishëm, duke qarë me nga shërim: o Zoti im, nuk kam shpresë përveç se tek ti. Kur u kërkoi mjekëve t'ia largonin gypat prej të cilëve merrte infuzion, ata u pajtuan sepse nuk kishin shpresë se do të mbijetonte. Ata menduan se këtë po e bënin për ta përmbushur dëshirën e fundit para se të vdiste. Megjithatë, të nesërmën, mjekët u çuditën kur e pan gjendjen e tij të përmirësuar. Prej andej e tutje, ai gradualisht bëri më mirë. Ai më në fund u shërua plotësisht dhe u lirua nga spitali. Allahu ka thënë me të drejtë: çdo popull
që përgënjeshtroj pejgamberët, ka afatin e vet. Kur të vijë afati tyre, ai nuk mund të shtyhet as për një moment, e as të përngutet më parë. Kur'an. I dërguari alayhi salam lutet për Ali ibn Abi Talibin radiallahu anhu. Sahel ibn Saadi radiallahu anhu ka transmetuar se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë një ditë para fitores së Khayberit: nesër do t'ja jap flamurin një personi i cili e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan gjithashtu atë. Ai është personi me duart e të cilit Allahu i Madhërisëm do të na jap fitore. Sahabët kaluan natën në kurreshtje për të ditur se kush do të ishte personi fatlum që do ta barte flamurin. Të nesërmen, kur shkuan tek i dërguari alayhi salam, ai pyeti se ku ishte Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu. Sahabët e informuan të dërguarin alayhi salam se ai kishte një dhimbje në sytë e tij. Kërkoi të thirrnin Aliun radiallahu anhu. Kur erdhi Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, i dërguari i Allahut përdori jargën e tij për t'ia shëruar sytë e tij të pezmatuar dhe u lut për të. Ai u shërua më njëherë, sikur të mos kishte pasur asgjë më parë. Pastaj i dërguari alayhi salam i dha flamurin. Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu e pyeti: o i dërguari i Allahut, a duhet të luftoj kundër atyre derisa të bëhen si ne? I dërguari alayhi salam i tha: shko derisa ti kesh përballë. Pastaj ftoji në Islam dhe informoji për atë që Allahu i ka urdhëruar të bëjnë. Pasha Allahun, nëse një person i vetëm udhëzohet nëpërmjet jush, kjo do të jetë më e mirë për ju se sa devet e kuqe, pasuria më e çmuar e arabëve të asaj kohe. Dëgjuat audiolibrin Lutjet e pranuara. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Përshtatja dhe ilustrimi artistik Rozafa Zaneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.